Sot do të përgatisim një pogače në formë kuleç. Po filloj me përgatitjen e brumit. Qesim tharmin e bukës. E përzim me mirë. Kripën. Edhe gjysmë lugë gjellë sheqer. Tani bëjmë përgatitjen e brumit. Qesim ujin. Qumshtin, pas që kosi është pak i ftaf. Qumshti është më i nxehtë. E përzim së bashku. Hedhim me miell. Qesim edhe vaj. Dhe i përzim nga dalë. Përzim mirë, derisa brumit të bëhet e butë, më thonë mos tjetë minima, edhe të ndahet nga ena. Sa ma mirë të ngjeshim brumit, më mirë me shkrif në del buka. Kështë të hekit krejpën. Brumi është gati. Qesim pak mirë sipër kështu dhe lam të vi për 30 dhe 40 minuta. Brumi ka ardhur. Tani ndajmë në kuleç. Kuleçve lëndojmë formën. Tani kuleç i qesim në një tepsi të lyrë me ndyrë. Tani kuleç i lymë sipër me qumsht. Sipas dëshire mund t'i qesim edhe fara liri. Pra në temperaturën 80 gradë, kuleç t'i lam për 20 minuta. Pastaj, pas 20 minutash, e rrisim temperaturën në 200 gradë. Dhe vazhdojnë kuleç vazhdojnë të pjeken për 25 dhe 30 minuta. Tani kuleçt veç janë pjekur, e nalim furrën dhe heqim gazlarin. Kuleçt pra janë gati, i lam pak të ftohën dhe mund të shërbejmë.
na bëfshim mirë.